Dy vezë në ditë, çfarë shkaktojnë për kolesterolin, zemrën dhe trurin? Mjeku jep lajmin e papritur. Vetit e dobishme të vezës së freskët të pulës janë përsëritur edhe në mënyrë të vazhdueshme. Ky produkt ka provuar të jetë unik në përmbajtjen e tij në mënyra të ndryshme. Sipas Brightside në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i vezëve të freskëta në mënyrë të përditshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas ekspertëve, 2 deri në 3 vezë në ditë është doza optimale për të marrë përfitimet e saj. Këto janë vlerat kryesore që do të merrni nëse konsumoni vezët e freskëta në dietat tuaja ditore. Truri juaj do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Fosfolipidet, të cilat sigurojnë gjithashtu edhe komunikimin normal të qelizave tuaja të trurit, përbëhen kryesisht nga kolina. Është provuar edhe klinikisht se kjo vitaminë e veçantë është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani të paktën 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese dhe janë të rëndësishme për organizmin tuaj në tërësi. Nëse shtoni vezët e freskëta në vaktet tuaja ditore, atëherë përfitimet unike që do të merrni në shëndet do të jenë vërtet mbreslënse, citojnë ekspertët e Healthline. Shikimi juaj do të mbrohet edhe falë luteinës. Studimet të reja të cilave i referohemi kanë treguar se vezët e pulave janë të pasura me lutein. Kjo substancë gjithashtu është përgjegjëse shikimin e qartë dhe të mprehtë, duke mbajtur atë më të fortë, më të shëndetshëm dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Vezët janë të pasura me vitamina D, të cilat janë të rëndësishme për absorbimin më të mirë të kalciumit në trup. Nëse ju i ofroni një personi që të konsumojë një lugë vaj peshku ose një vezë të zier, gjasat janë të konsumojë këtë të dytën, sigurisht duke ditur se përfitimet e yndyrnave omega-3 dhe të vitaminës D janë të njëjta. Vitamina D është e njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë zbuluar se si mund të rrisin më shumë përfitimet të vitaminës D në organizmin e personave të cilët i konsumojnë edhe vezët. Vitamina DB, të cilat gjenden tek veza, e mbron lëkurën, flokun, gjithashtu dhe mëlçinët tuaj. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribojnë në forcimin e flokut të lëkurës. Fosfolipidet, të cilat përmbajnë vezët e pulave, mund të luajnë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve. Studimet të ndryshme kanë treguar se elementët ushqyes të fosfolipideve që përmbajnë vezët e pulave mund të nxisin eliminimin e toksinave nga mëlçia. Risku i sëmundjeve kardiovaskulare do të zvogëlohet ndjeshëm me shtimin e vezëve të ziera. Studimet e reja kanë zbuluar se kolesteroli i vezëve është i balancuar në fosfolipide, kështu që nuk është i dëmshëm për shëndetin tonë. Gjithashtu ato pengojnë prodhimin e kolesterolit në trup. Përpos kësaj, vezët përmbajnë edhe acide yndyrore omega-3, të cilat mund të reduktojnë nivelin e triglicerideve, duke reduktuar ndjeshëm kështu edhe riskun e sëmundjeve të ndryshme, siç janë edhe ato kardiovaskulare. Shtimi i vezëve të ziera në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për organizmin, do të mbajë larg komplikacionet e tij dhe do të evitojë gjithashtu problemet që i kanosen shëndetit. Vezët do ju ndihmojnë të humbisni kilogramet e tepër trupor në mënyrë më të lehtë. Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse kombinoni një ushqim të pasur me pak kalori dhe vezë për mëngjes, atëherë do ta keni më të lehtë të humbisni kilogramet e tepër dhe të përmirësoni gjithashtu më mirë peshën tuaj trupore. Kjo gjë do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni vezët e ziera vazhdimisht në vaktet tuaja ditore. Përpos kësaj, vezët përmbajnë omega-3, të cilat zvogëlojnë nivelin e triglicerideve në trup, duke reduktuar kështu riskun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Ekspertët e Healthline citojnë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet të ketë pjesë të pandarë të dietave të tij, duke i dhënë kështu një fuqi më të madhe shëndetit dhe duke evituar edhe komplikacionet e tij.
Shkencëtarët dolën në përfundimin se konsumi i vezëve të zira në dietën tuaj do ju ndihmojë në reduktimin e peshës së tepërt trupore. Ky kombinim me ushqim me pak kalori dhe vezë për mëngjes mund t'ju ndihmojë të humbisni peshën e tepërt trupore dhe gjithashtu të përmirësoni më mirë organizmin tuaj. Ndaj shtimi i vezëve të freskëta në dietën tuaj ditore do t'jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit tuaj në tërësi. Një mëngjes i pasur me vezë do të luajë një rol të mirë edhe në organizmin tuaj, edhe në evitimin e komplikacioneve të tij. Vezët do ju ndihmojnë të zvogëloni riskun e problemeve që shkaktojnë radikalet e lira në organizmin tuaj. Kolina, e cila gjendet kryesisht tek veza, ndihmon edhe shëndetin tuaj të trurit të mbajë larg komplikacionet e tij. Gjithashtu vezët do të zvogëlojnë riskun e komplikacioneve dhe do ju nxjisën të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Vezët janë të dobishme sepse do të ulen me 18% riskun që të vuani nga komplikacionet e shëndetit. Vezët e freskëta të pulave janë të mira edhe për planifikimet tuaja ditore. Kështu, përfitimet e saj ushqyese në organizëm do të jenë gjithashtu edhe më vendimtare për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Falë shtimit të vezëve në vaktet tuaja ditore, procesi i plakjes do të ndalohet ndjeshëm. Kjo është e dukshme nga studimet e kryera nga shkencëtarët holandez. Në 87% të grave të moshës nga 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhdukën nga lëkura dhe lëkura e tyre u pastrua mirë. Tek meshkujt, rrullat rreth syve u dukën edhe më të zhdukura, duke ndihmuar kështu të merrni përfitimet e duhura dhe të evitoni komplikacionet. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm, dhe mënyra se si e shtoni atë në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë dhe pozitiv në menaxhimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vezët e zira në vaktin tuaj, sigurohuni që t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, dhe rezultatet që do të merrni në fund do t'jenë vërtet mbreslënse. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ju e konsumoni në këtë formë? Vezët e zjera janë të mira për shëndetin. Veza përmban 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet gjithashtu edhe mënyra më e mirë për gatim, sepse yndyrnat që do të përdoren në skuqje mund të rrisin kolesterolin në organizmin tuaj. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet të ketë pjesë të pandarë të dietave të tij. Por kjo nuk do të thotë se vezët duhet të konsumohen vetëm nga të rriturit. Ato duhet të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të nxisin organizmin dhe të mbajnë larg komplikacionet. Shtimi i vezëve të zira në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë e trupit edhe për të përmirësuar yndyrnat e tij. Vezët e zira do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen më të mirë të niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin në riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Shtimi i vezëve të zira në dietën tuaj do të ofrojë një proteinë më cilësore. Vezët e zira natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve. Por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë struktura të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve do të përmirësohet. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës dhe mbrojtjen e shikimit tuaj. Shtimi i vezëve të zira në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të madh ushqyes për organizmin dhe do të mbajë larg komplikacionet e tij. Sigurisht konsumi i tyre duhet të bëhet në mënyrë të rregullt dhe brenda rekomandimeve për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet që mund t'i kanosen shëndetit tuaj dhe imunitetit në tërësi. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.